Ftoj tani një tjetër personazh, ai është me origjinë në mos gaboj nga Belshi Elbasanit. Belshi Elbasanit, zonja zotrinj, mua më kanë thënë që mbahet si fshati i dytë pas Elbasanit, ku rritet në mënyrë të tmerrshme hashashi. Ftoj në studio Levis Get Up. Welcome to Central Bay. Stay fly, get the jet, I gotta stay high. High up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yeah, so big I could live in the sea. You for real, you can't see me. In these Europe rings, the whole world changed. Mad bitches, so much bro. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Central Bay. Levis Get Up. Levis Get Up, emri juaj i vërtet në fakt është Ervis Dervishi. Po. Dhe klipi juaj miri që për cilën vini sonte për të promovuar quhet thjesht Edhe një me ex. Po. Edhe një me ex. Golden Eagle Sofi, ta pim me ex me Ndërsa Levisi që kam në studio, që më ka shku dhe cepi fare djathas, në kratë një prej policeve të Sinanit. Levisi është një djalë me ca flokë çuditshme, që i kanë ngritur gjysmat për pjetë. Levisi është një djalë që vjen sonte për një klip të ri, që e ka bërë sapo e ka bërë, që titullohet Edhe një me ex. Dhe një me ex, për gjithaj se kuptojnë ex, dhe më thënë dhe një me fund apo jo. Kënga është realizuar nga Doc Records. Doc Records. Ndërsa videoklipi nga Prof Pro Studio. Po. Emri juaj i vërtet është Ervis Dervishi, Levis Get Up. Por çdo më thënë Levis Get Up. Levis është edhe një firmë rrobash, që vogël domethënë vishë me rroba Levis dhe gjithë është njëja, në ngjitje këtë emër dhe mbajta. Kurse jemi Get Up që jemi në grupi tim. Ju keni lindur 92-shin në Belsh të Elbasanit. Po. Belshi Saraku është Elbasani i Levis? Një orë. Një orë nga Elbasani? Po. Rrugë asfaltuar? Jo aq dhe aq. Jo dhe aq. Dhe jeni një orë më mirë me emrin skenik, po Levis Get Up. Po. E urrenit shkollën kur ishit i vogël, më kanë thënë. Shumë në drejtë. Shumë. Dhe për këtë arsye ju e braktisët atë për të ndjekur pasionin tuaj rapin ose hip-hopin. Po. Rapi them unë. Që rapi them unë, frëngjisht them rap po. Që kur lat shkollën, Levis Get Up, ju filloni të jetoni në geto, ku rruga ju mësoi gjithçka në fakt. Po. Gjatë gjithë kohës rrit në rrugë. Karrierën tuaj si repere nisët në vitin 2009, por patët disa probleme në rrugë, me që jetonit në rrugë, dhe bët një pauzë nga muzika. Unë në them probleme, çdo të kemi parasysh në një vrasje, me thikë në gjë? Të gjitha futën nga pak. Gjitha bashkë, e të meshme. Në një shkurt të vitit 2010, riktheheni më fuqishëm se kur, kësaj radhe jo vetëm por me shokun tuaj më të ngushtë, të njohur si Poku. Do e krijuar një grup të njohur me emrin Get Up, siç e thatë vetë. Ky grup ju solli dhe shumë probleme, pra u rikthyen problemet, konflikte dhe shere midis grupeve të tjera për shkak xhelozisë. Çdo grup o person që ka tentuar t'ju ul kokën, thoni ju, ka dhënë dorëheqjen. Shumë e vërtetë. Në shkuptim është vrarë, janë vrarë. E ka parë vetë ku ka përfunduar dhe ka dhënë dorëheqjen. Qysh i vogël ju Levis, jeni marrë me shitjen e Ashashit, derisa u bët dhe përdorues duke përfunduar disa janë komisariatësh, e vërtet apo jo? Polici për probleme rrugë, për shitjen kështu, ma shumë shokët e mi edhe në atë mes, edhe mu pastaj. Ju vini nga një familje që merret me biznes në fakt, dhe duke patur gjitha kushtet për të shkolluar, por ju preferua të rriteni në rrugë, me probleme, duke rrupjekur të gjeni veten tek muzika. Tani ju thoni se jeni pendua për të kaluar, nuk merreni më me Ashash. Po. Kjo do thotë që ne t'ju besojmë apo jo? Ndoshta. Po shkon dhe problemet që lat pas, jeni penduar, keni rinisur rrugën e muzikës, thonë ju, duke patur bindjen që do arrini të bëni një karrierë të paparë. Shpresojmë. Për të kuptuar diçka më shumë rreth të kaluarës tuaj Levis, dhe të kuptuar diçka më shumë rreth raportit tuaj me Ashashin apo jo,
Unë jam kurios të di si i thonë në përgjithësi njerëzit që e përdorin, cila është gjua që përdorin kur thoni ma jep ta fif njerë çfarë? Barin, rizlat. Tjetër? Lazaratin. Jo. Fillon me K? Kaloje, Lale. Kaloje. Jo. Kallo. Kallo. E gjeti operatori, ej. Operatori të vëglanit e gjeti për kallo. Bravo. Kallo. Edhe i thonë kallo 3 fletëshe, apo jo? Po, bukur. Interviste kam përgatitur për ju Levis, që e thjesht kallo 3 fletëshe. Alors on danse. Me që jeni nga Belshi Elbasanit, Levis, a do të ameri një kallo 3 fletëshe për Sami Frashin, i cili tek Shqipëria çka qenë ç'është dhe ç'do të bëhet, shkruante se kryeqendra e ardhshme e vendit duhet vendosë te liçenet e Belshit. Po. Me gjithë qef. Me gjithë qef. Pa menduar fare. Një kallo 3 fletëshe. Po apo jo një kallo 3 fletëshe për qef për dëshmorin e Belshit Hasan Dragotin, i cili ndryshe ka dëshmorët e tjerë, cilët kanë vdekur nga plumbi, vdiq nga mori kuq. Mori kuq, apo mori kuq për gjithë ju që se dini, zonë e zotrinj, është tifo. Së mundja tifos, për borbanorët e zonës dhe sot e kësaj dite, i thonë me këte emër mori kuq. Ti e di, apo jo? Mori kuq i thonë Belsh tifos. Se kështë të gjunë një, dakor. A do e mirë për qef një kalot 3 fletëshe për bandën e Cërikut, që dikur jetoni fsheurazi në Belsh dhe në Dumre? Po. Po! Një kalot 3 fletëshe për pokun, shokun tëndë. Po apo jo? Po. Po. Një kalot 3 fletësh për deputetin e Belshit për shkëlqim Hysën. Jo. Nuk e do ato? Jo. Dakor? A do ameri për qef një kalot 3 fletëshe për drejtat e LGBT-s, lesbike, gay, transgender dhe... A? Jo. Jo. Një kalot 3 fletëshe për grupin rival. Kush grupi rival tuaj? Nuk kanë arrit djetë ku du dhe si që akoma rival. Akoma si rival. Një kalot 3 fletëshe e Levis për të dashurën tuaj. S'kam dashur. Dashur... Nuk e në këto momente. Në shtit kohën, po, akoma kam një rrugë tjetër tani edhe. Një lidhje serioze, dakor. Shtykon dha, apo jo? Si tha për shtykon, sepse nuk e dëgjova dot më çata. Sa dalin nga emisioni? Sa dalin nga emisioni tha? Ai lezesh. Një kalot 3 fletëshe Levis. Një kalot 3 fletëshe për Sylet Llëkun. Jo. Jo. Një kalot 3 fletëshe për Sazan Gurin, me qënëse dhe ai vdes si puna juaj për barin. Po. Se është i gjelbër. Po. Bukur. Një kalot 3 fletëshe për vendin e Bullëkut, Lazaratin. Po. Bukur. Po një këngë me titullin Hyri Qershori doli maj, o në Lazarat Lurzon Hashashi. Ku t'ja kushtonit? Ku t'ja kushtonit? Shok vetëmi. Në Burg? Po. Gjithandej. Ka dhe kishok në Burg, e? Që shke histori me këta reperat Mr. Elvis? Ti ke shpëtuar. Ti ke shok gjithandej në për burgje, po ti vetë jetë shumë i mirë, nuk bëna të shere asgjë. So problemi, duhet me përdor menin në qënë. Bravo. E po jo të gjithë reperat e bëjnë këtë gjë. A? Jo, e bëjnë. E bëjnë? E Levis? Po. Ke në gjithë me vete? Jo. A? Me pështjetë. Jo? Pastaj? E sa i matë është. A? Goca, kush është pro? Bravo. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. Da-da-da-da-da. You know I'm mobbing with the D.O.E. Da-da-da-da-da. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. Da-da-da-da-da. You know I'm mobbing with the D.O.E. Da-da-da-da-da. E, Levis Gedap, te kamera ati me lanë të kuqe? Disa përshëndetje? Jepi. Jo, për shtetin s'lejon, do i falenderim, po. Falenderim. Po jep. Falenderoj rreth për familjen time që kam mbështetur në këtë rrugë. Ku është familja tani? Familja në shtëpi. Në Belsh? Po. Ah, sa Ndërmjetër dhe stafin Dogs the Rikers dhe Vov pra që kanë bërë një punë të shkëlqyer dhe klipi nuk ka përfunduar akoma, në fund të muajit mbaron, edhe është një demo, edhe disa nga pjesë nuk kanë futur akoma, por do jetë super klip, super hit veror. Sa i lezetshëm. Sa vjeç bie ti je? Ke lidhur 90 apo? 21. Po ke vëllezër motra të tjerë? Po, një vllë dhe një motër. Ku janë? Për momentin në Durrës.
E tani seriozisht e ke, le na shashi, nuk merresh më. Po. Me fjalën burrash. Po. Ha? Po. Po çfarë merresh tani? Tani vetëm me muzikën. Çfarë të di Greta? Çfarë të lëviz? Vetëm me muzikën? Vetëm me muzikën. Ti e beson? Ka gjetë mbështetjen ke muzika, ka ish dorë nga tjetra, shumë mirë. Ashtu thot. I bë parë. Vetëm se thonë që është e rrezikshëm akoma, për shembull një këngëtar do vinte sot në studio, një me emrin që ka një emër arti quhet Virus. Ke parasysh një çum që ka ardhur për një këngë të Castros? Ke parasysh? Se mend. Ai serdhi. Çan se vlen me përmend plerat. E di pa ja, shikon, nuk erdhi sepse më tha Arian tha po të vi unë tha, i do vi me 20 veta tha do bëhesh sheri pa parë. Janë ato grupet rivales, dhe ai këndon hip hop. Tmesh. Pra, përveç stresit dhe atij tjetrit thuaje. Dhe nojzit që kanë pasur probleme, tani sigur janë ashtu, pa janë qetësuar, apo jo? Pas ka të tjerë dhe ne s'dim gjë, që ka kjo histori gjithandej me këta reperët e i. Amili? Çdo kun janë ashtu. Po ç'është kjo histori? E pa bëj njerë, bëndo të do, bëj njerë. Lëshoj një mesazh atyre, që kejnë atë, lutem. Të kamera atje, lëviz. Aleanca, lëviz si djek venin, blidhemi të gjithë edhe prishin sistemin, blidhemi të gjithë edhe bojmë si qatë dim, të regojmë se këtë rrugë dhe hajde veç shpim, ti të regojmë si se e bojmë atmosferën magjike, dyshele sekretin dhe birra me shishe, dur gjithë najer, klabi po merë fire, shifi qik naqë se ka një gjithë për ajer, e si ndrejt gjithmonë me kokën lartë, stili underground pas të konvertimin artë, po pyt e vret mendjen si e kanë ta emrin, get tap shoko, po zen gjithë terrenin, për dal vetë me mirë për ulin shokët i gënë vitë fundon ngelesh me pinokun, ups ha, s'doja për me nja emra, me lafe ma shpine keni dalë si disa femra. Ajde, bravo. Je i knaqër, nëzore dufin? Ha? E, do shofim klipin? Po. Ha? Po. Te kanë adhëm të kuqe. 3, 4. Ledjo të lutëm. Bravo. Kam presion kokë, që mu shëgotën blok që t'lërën qita sot edhe një me ex. Vetëm relax të t'jam fest në sërkismet. Kam presion kokë, që mu shëgotën blok që t'lërën qita sot edhe një me ex. Vetëm relax të t'jam fest në sërkismet. Sa herë që jam klap bashkë në gëtap si t'jem në qelin e shtat sa heth hap. Të ferma vim vrap se du ma fun nga bak është hap. Veni është po vap, të është një që t'jeni, mos kërkos se më një të gjeni. Kur po zhvishen mos u t'shmeni, mbushë kotën plot me akë të thot, mbushë kotën shok me alkohol të fort du prapi. Që mbushë kotën plot me Hennessy, dhe dhe t'jekim thok diri lartë qati. Se sa bakari në ke pari, edhe si shok tat për gotat, se kuptar në klupe shpezoj si botat. Presion kokë, që mbushë kotën plot që t'jerën qita sot edhe një me ex. Vetëm relax të t'jam fest në sërkismet. Kam presion kokë, që mu shëgotën blok që t'jerën qita sot edhe një me ex. Vetëm relax të t'jam fest në sërkismet. Para s'ilën sa në t'maj sa gjatë, më të ngrijen sa po qartë, ora po ikën tik-tak, media po më vjen rrethet për qartë. Unë me funde pi, e ngredulli për gjithë shokët e mi. Kjera, deri me ne se këtu i rehat, po nuk deshe më mirë shara. Shifë për dalë qa pëndodhë, bullë më sërullë, po shko e folë. Ose, jebi na i do me pi, se këtë gas me pa qatë të dushti. Ej, atmosfera hot se ka femra plot, e di që do tristës të i këtë në bot. Hajde gëzuar dhe një got, se të glim gjithë natën sot. Levis get up. Levis get up. Edhe një me ex, kjo të nga, edhe një. Ej, e trafikohet. Supersonic TV. Bravo, ishte Levis get up.